Përshëndetje të nderuar miq. I kemi dy lloje të politikanëve. Politikanët e mirë dhe politikanët e keqinj. Në grupin e politikanëve të mirë bëjnë pjesë politikanët që e duan me shpirt dhe zemër shtetin ashtu siç e duan shtëpinë e tyre, që i duan dhe i trajtojnë njëjtë dhe në mënyrë të barabartë qytetarët e vendit sikurse familjarët e tyre. Ndërsa në grupin e dytë i kemi politikanët e pandershëm apo antipodin e politikanëve të mirë, të cilët abuzojnë me vullnetin e qytetarëve nga njëra pol zgjedhje në tjetrën, duke i mashtruar me premtime boshe pa ju dhënë asgjë në këmbim. Andaj, qytetarë të dashur të vendit tim, kurdo që të mbanë zgjedhjet, mendohuni mirë se kujt po i jepni votën, nga se vota është e shenjtë, është vullnet i patjetërsueshëm i qytetarëve. Zoti e bekoft vullnetin e lirë të qytetarëve të vendit tim.